Ato i premtuan njëri tjetrit se do të ishin bashkë deri në fund të jetës, por nuk mundën dot ta mbajnë premtimin. Po flasin për Beskallakun dhe Xhensila Murtezajin. Ka qenë Xhensila ajo që u drejtua gjykatës për divorc me arsyetimin se martesa kishte humbur kuptimin, pasi mes tyre mungonte komunikimi. Tashmë secili ka vijuar jetën e vet. Besi ka gjetur dashurinë, madje ka bërë në krah tatuazh dhe emrin e të dashurës. Gjatë një interviste, ai tha se gjatë martesës me Xhensilën i kishte humbur buzëqeshja. Unë mund të bëja të tjerët për të qeshur, por shpirtin tim e kisha bosh, tha Besi. Ndërkohë Xhensila në asnjë moment nuk ka pranuar se është në një lidhje pas divorcit. Edhe pse është pyetur në lidhje me Ledri Vulën, pasi në media roz qarkulloni thashëtheme se ato të dy janë lidhur bashkë, Xhensila ka thënë: "Ne jemi kolegë, vetëm kaq." Por çdo gjë duke se i doli Xhensilës jashtë parashikimit. Këngëtarja së bashku me Ledrin kanë qenë të dy në Francë për disa ditë pushime. Një pasdite, teksa ishin në klab duke kërcyer dhe duke u puthur, disa shqiptarë që ishin tek i njëjti vend kanë arritur të sigurojnë një video të Xhensilës në krah të Ledrit, ku çifti dukej shumë i lumtur, teksa kërcenin dhe putheshin së bashku. Video është bërë menjëherë virale. Këtë video e ka parë edhe Beskallaku. Burimet pranë aktorit të humorit kanë thënë se ai është çuditur kur ka parë videon, sepse Xhensila e ka mohuar gjithmonë që të ketë patur lidhje me Ledrin. Ajo ka jetën e vet dhe mua nuk më intereson fare se çfarë bën, por ne të dy gjithmonë kemi patur një ndryshim. Nëse unë jam i vërtet për jetën time dhe nuk fshihem, ajo ndryshe thot dhe ndryshe bën. Kjo është diferenca jon. Gjithsesi, ajo është nëna e 2 fëmijëve të mi dhe unë nuk do të flas keq, por çdo njeri merr nga jeta atë që meriton dhe jam falënderues Zotit për çdo gjë që më ka dhënë dhe për çdo gjë që ka larguar nga jeta ime, është shprehur aktori i humorit.